Në terma të përgjithshëm, të dhënat personale janë çdo informacion që mund të përdoret për të identifikuar një individ. Për shembull, adresa e postës elektronike është e konsideruar si e dhënë personale sepse tregon se mund të ketë vetëm një filan pisteku që punon në kompaninë shembulli. Të dhënat personale gjithashtu përfshin çdo gjë që mund të vërtetojë praninë tuaj fizike diku, si për shembull imazhin nga kamerat e sigurisë ku ju shfaqeni. Të dhënat personale të ndjeshme janë një grup i veçantë i kategorive që duhet të trajtohen me kujdes dhe siguri shtesë. Kjo përfshin informacione që lidhet me origjinën raciale ose etnike, mendimet politike, besimet fetare dhe filozofike, antarësimin në sindikata, të dhënat gjenetike, të dhënat që lidhen me jetën seksuale ose orientimin seksual të një personi dhe të dhënat biometrike në raste kur përpunohen për të identifikuar dikë. Të dhënat personale të ndjeshme kërkojnë një nivel më të lartë të mbrojtjes dhe masa të sigurisë shtesë. Për të përpunuar në mënyrë të lehtëshme, ju duhet të jeni në harmoni me nenin 5 dhe nenin 8 të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.